kandidati propozuar është një kandidat për Partinë Demokratike të Kosovës, jo i den. Hera e katërt që seanca po dështon, me të vërtetë është një situatë jo e mirë. Pajtohem që qytetarët janë të shqetësuar në lidhje me mos konstituimin e Koventit të Kosovës, po njëkohësisht po ashtu është bërë ditur me tash nga deklaratat që i kanë dhënë liderët e partive politike, po flas në emër të Partisë Demokratike, që kandidati propozuar është një kandidat për Partinë Demokratike të Kosovës, jo i den, kandidat që nuk ka qenë asnjëherë përfaqësuesi një farë uniteti, ka qenë një kandidat që me të vërtetë ka qenë njëri ndër personat më radikal sa i përket ofendimeve dhe qëndrimeve kundër partive opozitare. Po çka po ndodh në prapaskenë, zotri Çala? Ja ka ndonjë ftesë? Nuk është duke ndodhur asgjë, absolutisht asgjë, asnjë veprim. Ne konsiderojmë që i takon koalicionit, meqense nuk ka parti që ka fituar ulse, po është koalicioni vetëvendosje Lëvizja Guxo dhe Alternativa, që kanë 48 ulse në Parlamentin e Kosovës. Mendoj që po të ketë vullnet, zgjidhja mund të bëhet, mirë, po nuk kemi ndonjë hap konkret, nuk kemi ndonjë iniciativë, nuk kemi ndonjë ftesë, nuk kemi ndonjë reflektim, dhe prapë po e them, ju keni kur flasim te besimi, ne i dimë që kryetari i Kuvendit nuk zgjedhet direkt nga populli, është përfaqësues dhe i zgjedhur i deputetëve që janë në Parlamentin e Kosovës, dhe aty duhet të jetë një individ, mashkull ose femër, deputet ose deputete, i cili ka parafërsisht një gjuhë afruese me gjithë deputetët aty, çdo që tjetë mendoj që ka hapësirë dhe duhet gjithsesi të gjendet një zgjidhje, tek e fundit është një pasqyrë e keqe ajo që shihet në sallën e Kuvendit, është një praktikë jo e mirë, është një veprim mendoj që nuk dëshiron ta shoh asnjë qytetar i Republikës së Kosovës. Mirë, po prapë po them, unë edhe pikë këtu po i bëj thirrje koalicionit që ka shumicën në parlament që të merr iniciativa për zhbllokimin e situatës.